Zoti Batiri, deri më tash në Mitrovicë të Jugut janë numëruar 2 kuti, në të cilat vetëvendosi ka performuar me 76%. Si e interpretoni ju këtë rezultat? Unë nuk e besoj që kam me qenë në 76%, por kam me qenë 68%. Në kuti, në numërimin së mirë. Ama në përgjithshëm, cili është parashikimi yt tani, se do të mbaj kështu të... Kam thënë për atë 2 javë dhe e konfirmoj që ka me qenë për mbi 53%. Mbi 53%. Ku do barët nuk e di, barët diaspora sa ka votuar, po mbi 53% ka me kam. Dhe kjo i bie si përkthehet kështu në gjuhën politike ky rezultat nëse bëhet eventualisht. Kjo përkthehet atëherë ku më thonë partive politike që kanë kërkuar, kanë bojkotuar, kanë shantazhuar se do të delë kapuç me mongë. Dhe kjo të ndodhë. Po tu kapuç me mongë kësaj radhe, a? A do sillet vetëvendosja prap me arrogancë apo fitoret në saj do ta shfryzoj për konstruktivitet? Absolut me arrogancë fare heq, të kemi qenë shumë njerëz të thjeshtë, njerëz të paqës, njerëz që kemi dëshiruar të bëjmë institucionet e Republikës së Kosovës, e këtë duke ka dashur partitë politike të cilat kanë qenë në kuvendin e Kosovës dhe këtë ju e dini se mos zgjedhjen e institucioneve të Republikës së Kosovës e dëshiron vetëm Serbia, askush tjetër. Dhe këtë dëshirë ja kanë plotësuar këta. Pra ata populli kanë dëshkuar rand, ta dini. Nëse tash je pak në këtë disponimin e zgjedhjeve që po i përmend këto fjalë se ama një gjë e di që zonja Lushaku ka gabuar që s'ti ka dhënë ato në shkrive kur ja ke kërku. Nuk i dihet rezultati, deri tash në të kjo është të ke performu fantazi. Në nivel të përgjithshëm ka rritje le të kjo. Statën dhe kërkova që na apo të 15 në shkrimë dhe të përcaktojnë se për kënë janë mbledhur ato shkrimë, por ata nuk kanë dorë dhe Çfarë të tërkësim? në zgjedhje. Po. Përse se të pikësh